Eriona Libej, penduari i drejtësisë në dosjen plumbiar, të vjoj këtë të martë në gjykatën e posaçme të përgjigjet pyetjeve të avokatëve dhe të bashkëpandehurve. Për avokatin e Giuliano Hoxhës, Libej rrëfeu planet për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe pagesën deri 85.000 euro për krimin. Nureddin Dumani nuk e njihte Emiliano Ramazanin, unë ja kam treguar. I kam thënë se kush është, i kam dhënë informacione edhe për Elio Bitrin. Ne nuk kishim një plan konkret, nuk kishim një listë. Shikonim dhe vlerësonim si do vepronim. Emiliano Ramazani ka qenë njëri i afërt i Italo Celës, i Mikael Qoses dhe i vëllezërve Çopja. Kisha informacione pafund për të. Ditën e ekzekutimit të Ramazanit kam folur me Giulianon. Emiliano rrinte shumë gjatë në palestër. Nga dita kur u nisëm për ekzekutimin e tij derisa ai doli nga palestra, Giuliano ka qenë gjithkohës aktiv. Ka qëndruar aty dhe kemi folur bashkë në VMC në Sky ECC. Për mua, ishte i besueshëm informacioni. Ditën e ekzekutimit vetëm ai ka qenë informator. Për vrasjen e Emiliano Ramazanit kam komunikuar me Nureddinin. Duhet të çoja pagesën tek rrethi tek Teg. Kam dërguar Arsen Preçin atje me 85.000 euro. Me sa mbaj mend ka shkuar një vajzë me taksi atje që ka marrë parat. Giulianon e kam paguar gjatë gjithë kohës. Për vrasjen e Bujar Çelës ishte ngarkuar skerditase dhe Henrik Hoxhaj, nuk e di pse u tërhoqën. Edhe në këtë rast Giuliano Hoxha ishte informator. Rrëfen i penduari i drejtësisë.